kur ne po flisnim ditën e enjte, kthehemi në kohë për një thirrje për të bërë themelimin e një lëvizje patriotike. Shqipëria shqiptarë vdekjet rretharëve, të gjithë mund ta gjejnë në Facebookun tim, është 3 ditë para Zvërnecit për të takuar të martë në amfiteatër. E mbajmë edhe po. Pra. Ka e dishim ne që bëm profecinë e shtin fallne. Jo vlla, ishte koha që po shkonte të disa gjë. Dhe ne po kërkonim themelon një lëvizje patriotike dhe vum si logo flamurin e UÇK-s. Ku tham UÇSH, Ushtria për Shërimin e Shqipërisë, ka ardhur puna me luftu për të shpëtuar vendin, se po pushtohemi. Apo ashtu Don Kishot ne pak vet, më kuptoj logjikën. Koncepti që kur vajtëm ne në Zvërnec kishte marrë punë fotografia me inteligjencë artificiale me flamurin izraelit në Zvërnec. 12 milion. 12 milion shikime vlla. 12 milion një fotografi e rreme. E cila ishte më e vërtetë se gjithë fotografia. Kam përgjigjen që ta kam nisëm, ke thënë kjo është AI. Edhe unë cenzura kurrë. Po, jo. Gjithë nxorën përveç me. Të gjithë nxorën përveç me. Pse? Po hangra unë feku, mos më gjoni më. 12 milion shikime vajte o fotografi. Ajo krijoi një alarm por dyshim. Alarm kombëtar, 12 milion shikime, kupton ti ç'do të thonë. Dhe kur vajtën në Zvërnec, kur morën atë djalin, njerëzit pan Izraelin aty. Apo ja, pan Gazën aty. Dhe kur vajtëm ne të tre, unë Sazani dhe Klajdi, gjetëm 3 ngjyrat. Të kuqen, jeshile, rozën. Ishin atje? Po. E kuqja e kishte me oligarkët, jeshilja kishte drejt për fazante e vet, për pelikante e vet, për flamingon e vet që do ta trajtojmë atë temë. Është perla, është perlë. Ajo është tamam punë e Zotit. Që si ka flamingo me shqiptarin, ke parasysh tash gjithë shqiptarët i shohin me flamingo. Punë e Zotit janë dhuratat. Pse? Po ku ka shpend më elegant në botë? Në të gjithë narrativën, animacionin, spektaklin, botror natyrës. Nuk jam dakord shumë edhe ka shumë rëndësi flamingo se po si po zhvojmë shqiponjën po. Zogu që mbahet simboli elegancës botrore. Kështu e mbajnë botë. Po harrojmë shqiponjën. Po si të kemi ne me këtë punë? Si të kemi ne flamengot? Ne s'kemi pikë lidhje. Jo, re kena ne. Jena të qutë. Kur dush ti kena. Okej, ti majmë të 3 me rralli. Po çfarë thu dire? Kalojmë kjo oligarkët. Kalojmë kjo oligarkët pastaj kjo flamengo dhe. Ta kishte dalë për këtë narrativ. Po. Dhe kurse LGBQ të kishin me Trumpin dhe Ivankën. Më kupton logjikën. Vim në 3. Jo, re kena me Izraelin. E si drejtohemi në atyre me zeza. Ju ka trenu Izraeli. Jeni kështu, ju jeni ata, ju jeni mercenarët, se më thua një avokat. Çfarë avokati, më kemi video të gjithë. E di sa ka shkuar video? Sa ka shikueshmëri? Sa? Brenda 4 orë kishte marrë 300.000 shikime. Ku kisha unë për 300? Ndërkohë që zakonisht to vidit kur flet kështu nuk ecën avokat. Si ka mundsi? Dola ke faksi, unë put me se vetëm faksi ishte televizioni vetëm që dha lajma ditët. Ti e bën. Shtunën. Koncepti ku ishte? Koncepti nuk ishte të çfarë bëm ne 3. Ishte mënyra si reagon njerëzit. S'kishte fare më. Ne ishim një shkrepse e vogël që i tham këtyre lejeni këto muhabete, këtu është pushtim Shqipërisë, nuk është punë zësh. Apo vjedhje, ky vend gjithë jetën u vjedh ka ngel. Problemi mos se po vjedhet. Ktu ka të bëjë që po na pushtojnë dhe bëjnë. E të shpërthejnë vlonjatët. Ua. E të shifsh se si u kompleksuar Linqori me shokë me shoq. E të shpërthejnë vlonjatët, çi futët e fillun. Se kishin plot vlonjatët, kishin 100 veta. E të i futen vlonjatët me të shajt, me bomë. Po aq sa filmosh. Bën atë budallon që bëjë mu me atë sprite-in e Ariut, e ca tjerëve. E kuptohet fillon ato skenat e Altini që vërtet, syri, mu më dhimbte vërtet. Po më erdhi Baki Goxhaj. Ç'i kishte Baki Goxhaj aty? Po Baki ishte vetëm i trajnuar se si trajtohet sprite i Izraelit. Si ishin nga Izrael. Ky ishte trajnuar para se shkonte në Gaza. Tani mendoj skenarin sa i bukur del. Kanë bota skenarin e tyre? Kundër vepron një skenar spontan, pa plan, pa gjë. Dhe në moment të Baki Goxhaj, që vjen tash pas të muzit dhe unë bërtas, ky është trajnuar kundër Mossadit. Ky di me e bo këtë punë. Toleritu, nga parasysh. Tani ç'a ndodhi? Atë ditë, ta kam treguar historinë me 2 të fortë në një tavolinë, që ishin me shokun e dikujt, s'ka rëndësi, se po të vi policia të pyes të them kam rrejt. 2 nga ata që s'ja ndjen për as policë as për Edi Ram, ke parasysh? Duhen në tavolin duke pa në televizor skenën. E duke pa në televizor skenën aty djali që marri zvarr,
e të telave me gjëmba si Gaza, ke parasysh zveznet e tyre etj. Njëri kthehet tjetrit. Ka ardhur koha, i thot, të nxjerrim armët nga muret. Ç'do thot që dy njerëz që s'u ndjen fare, që lekët i kanë jashtë, i kanë mrena, po që s'u ndjen fare. Në një moment thonë, ka ardhur koha me nxjerr armët nga muret. Për çfarë? Për ca aktivistë po rrafin aty ca budalli? Jo. Unë ndjej fryma pushtimit. Çfarë bëhet kur të pushtojnë? Do të marrin pasurinë? Jo, po do të marrin pasurinë. Gjë e parë apo jo? Ç'do bësh ti? Do e lësh vendin tat? Do të marrin pasurinë, do marrësh armë të luftosh dhe jashtë Europës. Pra koncepti ishte fryma, vëse tu do më dal. Që do thotë vërtet ishte Soros. Ora u krijuan zvërnes frymë. Po pra, që atje. Dhe zvërnes nuk u fryma kuq jeshil roz. U krijua kuq e zilla. Dhe në Tiranë, për shkak se Zoti ja prish gjithmonë planet djallit, duke qenë se aktivistët Sorosit e kanë pushim të dielën, se janë me rrogë. Të dielën nuk erdhën ke detyra policisë ku Luciana më mori telefon ditën e shtunë dhe më tha, Altin bëjmë një protestë nesër ke detyra, më thash, o Luciana, po kush do na vi me Luciana, i thash. Njerëzit janë plazh. Po ta bëjmë, tha, po e bëjmë, i thash, hajt po vim. Dhe kur u thirr protesta, qelloi Albeni, qëri me qelesha. Po. Luciana, shota e Rjollit. E Rjollit. Ariola, si e ka ajo, Arilda, Po. ke parasysh mas Lucianës, Po. gjithmonë të bërtit. Bledari, Çakalli, që vetëm bën piktura patriotike. Po. Po ti shifte. Kladi Bello, qëri e ma flamurin, një flamur e ma këtu, një këtu, një ka dhe të futur këtu, mas edhe ka dhe tjere ka me flamur. Kipa që personazhet, se është interesante. Shpendi, Altini, Vilsoni, Andrea. Po ti shifte gjithë këtyre të erove, erdhi dhe Marini aty. Andi te Pelena. Po ti gjithë surretrit, si që nase kuqe, as jeshile as ros. Pse se ishin pushim ata ditë diel. Ja me rrogat. Niso e këta. Paleke këta si ditë jave, si ditë tjene këtë punë. E morën dorë. Këta janë më që ti, asnjë s'është me rrogë? Leqës janë me rrogë, po nuk ka rëndësi më. Ke rrogë, e kam te koncepti tjetër. Këta njerëz nuk janë në kuqe jeshile roz. E por nuk kanë lidhje me këtë. Po jo me kuqe zikta. Ja, okay. A ma kuptove logj. Nuk ka rëndësi me çim parti janë fare. Jo, ka të them si gjithmonë janë akuzuar vazhdimisht. Për shembull, gjë, edhe nuk po më kupton. Nuk po merren me çfarë thoi Rob. Po të tregoj ty natyra e megafonit ditës parë. Si filloi? Megafoni ditës parë. Benit i ka ngec megafoni, si është puna e Benit? Kishte megafon me vet. Po. Tani, po çrëndsi ka, po nuk ka rëndësi, më bëjmë punë të Zotit. Po janë marrë më njerëzit e po punë të fare më ishin punë të Zotit. Ore kam qenë vet në telefon diçtune, atë bëhet dielën, po ato vi njëri dielën. Më kuptoi isha. Dhe un gatru dhe veni, sa shku ke drejtë policisë. Po kam shkuar ke ti gjithashtu e bën. Erdha atje pastaj. Po, tani ç'a ndodhi se këtu du më dal. Si në fakt si lidhje atje do të ishte, po çfarë sepse si ka. Haj. Ti e di që në të tilla raste megafonin e kanë të kuqt, jeshilet ose rozët. Se ty e Sorosi. Qëllun këta vlla. Po Beni pse madhe e shilen kështu? Po punë vet. Ka kriju, siç kam unë këtë kapelen time. Ai ka qeleshën e vet. Unë kam model amerikan të vitit 50, se shumë pëlqen më konservator. Kështu ka pëlqyer gjithë jetës dhe është edhe shumë moderne për mua, pavarësisht se shumë konservatore. Dhe unë kështu e kam qefin ti dhe kështu ma shjo. Ashtu e shjo atit, me atë e shjo. Ai është profili ti, patriot, më kuptoj logjikën. Njerëzit zgjedhin formate, më kuptoj logjikën të jetës vet, të mënyrës si sillen, çfarë bëjnë. Do të qellun gjithta me flamur të kuq. E zi. As njësisht, as me jeshile, as me të kuqen e komunizmit, dhe as me rozën e LGBQ, Soros, feminizëm e kështu me radhë. Tani ç'a ndodhi? Duke qenë se u krijua një gravitet, flamurit kuq e zi, kishte të bëjë vlla me pushtimin. Dhe ditën e parë, kjo protestë nuk doli për flamingot. Në shpirtin e njerëzve, po ti ishe surretrit, një orë zgjatje apo. Pas një orë erdhën dhe Arlindi, erdhën gjithta, erdhën komunistët, erdhën jeshilët, erdhën rozë, me vrap, erdhi Adriatiku, erdhi Agroni. Në iku. Dhe erdhën dhe me bluzë që të shifesh logoja e partisë, sa kujtoj të bësh fushat. Budallë. Se kuptoj që punët e Zotit nuk mund të luajnë budallit e vegjël. Këta janë rrëmbythje të gjithë. Koncepti është që një orë protesta u menaxhua megafoni me kuqezi. Çfarë do të me kuqezi? Me principe patriotike, sovraniste. Po na merr vërtet familja Trump, Ivanka, që ishte për ne marketingu më mirë botror mediatik. Se duke sulmu familjen Trump,
Kishte gjithë botën me vete. Ma kuptove logjikën. Po në thelb ishte sovraniste. Nuk ishte punë oligarkësh, punë hajdutësh. Nuk ishte punë fazanësh. Nuk ishte punë flamingosh edhe bubi kaçurrel e pelikane kaçurrel. Nuk ishte thjesht punë urrëtin e familjes Trump. Ishte menaxhim PR-i ndërkombëtar që të vinte si efekt pasojë, jo si efekt drejt për drejt, por mbi të gjitha kot protesta u lut me njerëz që kanë me flamurin kuqezi, jo të Sorosit, jo të ambientit dhe jo të LGBT-ve. Se këtu është thelbi i çështjes. Kjo protestë u doli jashtë kontrollit. Ramës i shkau i gjithë skenari nga dorë. Plani Soros Rama ishte që Rama të dilte mbrojtësi familjes Trump që po sulmojnë ata që sulmojnë Trumpin në Amerikë. E kuqa, jeshilja, rosa. Ne i dham kuqe zillë. Tani ç'a ndodhi? Një orë zjati kjo punë. Ajo orë ishte vendimtar. E mame si u bë me 5.000 veta direkt ke Ministria e Brendshme. Ministria, po. Që kalu mes Muslim Shqyrë që shkon. A ideali që mor zvarr. Ke parasysh? Ç'a ishte ideali që mor zvarr? Se njerëzit këta tash ku është ideali? Ku ka qenë protesta kush? Ai ishte Vlori shkreti punë vet, shtëpitë vet. Tani ku ishte sekreti me djalin? Këta duan të trajtojnë sikur u ofenduan se morën djalin. Këta kanë vrarë Julian Rash, ne kanë vrarë njerëz. Ç'a s'kan bë. Po ishin këtu, si u bë. Jo, panka e djalit vetë në vet që po përzenin nga Shqipëria. Eksakt, po. Kjo është sekreti i kësaj proteste që nuk e kuptuan dot këta analistët e Menderes. Në fakt unë kam pasur 2 herë tjera atë gjë, edhe me policinë ke parlamenti, për shembull, siç po na shtyni ata ke parlamenti, ashtu do ta nxjerrin. Ne kemi shku ke akademia valla, me radhë valla, kanë me ngel. Okej.